Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam martuar prej 20 vitesh, por nuk kemi kryer kurrë marrëdhënie. Ndoshta kjo që po them ju duket e pabesueshme. Disa do qeshin, disa do mendojnë se është shpike, por për mua, ky është realiteti hidhur që e kam mbajtur të fshet për 2 dekada. Jam një grua 45 vjeçare dhe jam martuar prej 20 vitesh, por gjatë gjithë këtyre viteve unë dhe burri im nuk kemi kryer asnjëherë marrëdhënie. Atëherë le ta fillojmë. Jam rritur në një familje tradicionale. Në shtëpinë time, fjala dashuri nuk përmendej. Për prindrit e mi, më e rëndësishmja ishte morali dhe nderi. Në moshën 25 vjeçare më thanë se kishin gjetur një djalë shumë të mirë për mua. Ishte i sjellshëm, i qetë, me punë të qëndrueshme, ai quhej Artan. Nuk kisha guximin t'i kundërshtoja, edhe pse nuk e njihja fare djalin, mendova. Shumë martesa kështu fillojnë, dashuria vjen me kohën. Dasma ishte e bukur, e mbushur me të afërm, muzikë, urime. Gjithkush më thoshte, je me fat, ke gjetur njeriun e duhur. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte që për mua, nata e parë nuk do të kishte asnjë lidhje me ëndrat e një nuse të re. Pas gjithë asaj feste, kur mbetëm vetëm, unë prisja një moment intim, një fillim të ri. Por Artani më tha, jam i lodhur, nesër kemi gjithë jetën përpara. Mu duk normale, ishte ditë e gjatë, shumë stres, por të nesërmen përsëri asgjë. Javët kaluan dhe unë isha ajo që përpiqesha të afrohesha. Ai gjithmonë gjente një arsye për të shmangur. Lodhje, dhimbje koke, punë. Në fillim e mora si një fazë kalimtare. Por kur muajt u thyen në vite, fillova të ndjej se diçka vërtet nuk shkonte. Në vitet e para, tentova disa herë të flisja hapur me të. Artan, pse nuk afrohesh? Mos nuk të pëlqej, mos ka ndonjë problem? Ai shpërthente me nerva ose mbyllte menjëherë bisedën duke thënë, mos hap tema të tilla, nuk dua të flas. Më vinte turp të flisja edhe me mikeshat e mia. Si t'u thosha që burri im nuk më kishte prekur kurrë? Në vend të kësaj, fillova të gënjej. Thosha se ishim në përpjekje për fëmijë, por nuk po na ecte. Të gjithë më jepnin këshilla për mjek, për trajtime, ndërkohë që unë e dija të vërtetën, asnjëherë ne nuk ishim provuar. Më kujtohen netët kur qaja nën batanie. Ndihesha bosh, e pavlerë, e pa dëshiruar. Pyesja veten, mos e kam unë fajin? Mos ndoshta nuk jam e bukur? Mos nuk di se si sillet një grua? Por kur shija atë, ai dukej burri perfekt. I respektueshëm, i sjellshëm, i dashur si shok. Ishte sikur bënim një lojë përpara botës. Martesa jon dukej normale, por brenda mureve të shtëpisë ishim vetëm si 2 shok dhome që po ndanin qeran. Pas 5 viteve pa fëmijë, presioni u bë shumë i madh. Familjarët nisën të më pyesin pa pushim. Kur të bëheni me fëmijë? Unë buzëqeshja me zor dhe gënjeja. Po përpiqemi, por nuk po na ecën. Në brendësi më gryenin këto pyetje. Çdo gënjeshtër ishte një thik në zemër. Shpesh mendoja të ndahesha, por frika më ndalonte. Çfarë do t'u thosha njerëzve? Që burri im nuk kryen marrëdhënie me mua? Kush do më besonte? Pas 10 vitesh martesë, një ditë ndodhi diçka që më ndryshoi jetën. Ishim ulur në dhomë dhe telefoni i tij ra. U ngrit me nxitim dhe doli jashtë. Dyshimi më përpiu. Për herë të parë mora guximin të shoh telefonin e tij. Aty gjeta biseda, mesazhe intime, takime të fsheta, por ajo që më shokoi
është se të gjitha këto ishin me burra. Më ra telefoni nga dora. Gjithçka më dukej e tmerrshme dhe në të njëjtën kohë më dukej e qartë. Refuzimet, ftohtësia, arsyet e panumërta. Ai nuk ishte i paft, thjesht nuk më dëshironte sepse nuk dëshironte gratë. Kur e përballa, u zbe në fytyrë. Pas disa sekondash heshtje më tha: "Nuk doja kur të lëndoja. Unë nuk zgjodha kështu. Jam rritur me frikë dhe presion. Familja më detyroi të martohen sepse nuk donin të pranonin vërtet kush unë jam. Të dua si mike, si njëri, por nuk mundem të jem burri yt. Më erdhi të bërtas, të shkatroj gjithçka, por një pjesë e imja e kuptoi dhimbjen e tij. E kuptova që edhe ai kishte jetuar një jetë të shtirur. Sot, pas 20 vitesh, unë jam 45 vjeç. Kam jetuar një jetë që nga jashtë duke i rregull, të grua e martuar, shtëpi, stabilitet, por brenda jam e zbrazët. Nuk kam fëmijë, nuk kam kujtime intime, nuk kam asgjë. Kam humbur vitet më të bukura të jetës duke pritur një dashuri që nuk erdhi kurrë. Por më lejoni t'i them diçka. Unë nuk e urrej Artanin. E di që edhe ai është viktime një shoqërie që nuk e lejon të jetë i lirë. Në një farë mënyre të dy jemi viktima. Unë viktime një martese të ftohtë dhe ai viktim e një realiteti që nuk e zgjodhi dot. Nëse dikush që po ma dëgjon këtë rrëfin, po kalon të njëjtën gjë si unë, dua t'i them: mos hesht. Mos e lini kohën t'ju ikë siç më ka ikur mua. Dhimbja më e madhe nuk është ajo që po përjeton, por janë vitet që u mbet duke heshtur. Jam martuar për 20 vitesh, por nuk kemi kryer kurrë marrëdhënie. Dhe kjo është historia ime e vërtet. Sa e dhimbshme, aq e rëndë për të mbajtur mbi supe.